Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mos harxhoni para. Në vetëm 48 orë ulni kolesterolin në trup vetëm me këtë përbërës. Të pasura me fibra, proteina, hekur dhe magnez, fasulet dhe thjerëzat janë ndër ushqimet dhe ushqyesit më të gjithanshëm. Fasulet përshtaten lehtësisht në një sër pjatash, nga supa në sallatat e salsat dhe pjatat anësore, dhe sigurisht si pjatë kryesore. Ndaj nutricionistët zbulojnë se duhet t'i hani më shpesh. Konsumi i rregullt i fasuleve dhe thjerëzave është i dobishëm për uljen e kolesterolit, ndihmon në mbrojtjen kundër problemeve të zorrës së trashë, stabilizoj nivelin e glukozës dhe ndihmoj në parandalimin e diabetit, ndihmojnë në ruajtjen e një peshe të shëndetshme dhe sigurojnë edhe një konsum të lartë të fibrave dhe hekurit, madje dhe të kalciumit. Për cilat bishtajore duhet i përfshini në dietën tuaj? Çdo lloj fasule ka vlera të shijshme dhe unike, duke e bërë atë një shtesë të shkëlqyer në dietën tuaj të përditshme. Por këto janë zgjedhjet më të mira për vaktet tuaja nëse vuani nga kolesteroli i lartë. Në dietën tuaj duhet të shtoni thjerëzat, fasulet e zeza dhe qiqërat, të cilat janë aleate të mira për të ulur problemet e kolesterolit. Kolesteroli është një substancë dylli e prodhuar nga mëlçia dhe gjendet në gjak. Përdoret nga trupi për të prodhuar vitaminën D, hormone dhe substanca të tjera që kontribojnë në asimilimin e ushqimit. Ndërsa trupi juaj prodhon të gjithë kolesterolin që nevojitet, ju mund të merrni më shumë nga burime shtatëzore si mishi dhe produktet e qumshtit. Si rezultat, ngrënia e tepërt e këtij ushqimi mund të jetë një rrezik i shtuar në zhvillimin e kolesterolit. Gjithashtu, për të evituar problemet e kolesterolit, ju duhet të konsultoheni me mjekun tuaj dhe të zgjidhni produktet më të mira ushqyese për një shëndet të fortë. Kolesteroli është një problem shumë i zakonshëm për njerëzit dhe vlerat e larta të tij mund të shkaktojnë mosfunksione qelizore. Është e nevojshme t'i kushtoni vëmendje veçanërisht dietës, e cila në këtë rast është faktori kryesor. Duhet të përfshini sa më shumë produkte të cilat ulin kolesterolin. Shtimi i ushqimeve të shëndetshme dhe të freskëta në dietën tuaj të përditshme ndihmon shumë në uljen e kolesterolit dhe gjithashtu në shëndetin e përgjithshëm. Përdorni dietën tuaj në ushqime me vlera ushqyese si fruta dhe perimet dhe yndyrat e shëndetshme për zemrën si arrat, farat, avokado, vaj ulliri dhe peshqit yndyror si salmoni. Shtoni më shumë tërshër në dietën tuaj. Tërshëra është e njohur për përfitimet e shumta shëndetësore pasi ndihmon në funksionet e duhura të zorrve, në menaxhimin më të mirë të peshës, në përmirësimin e rezistencës ndaj insulinës dhe ul kolesterolin. Tërshëra përmban një fibër të quajtur beta-glukan, e cila në fakt ndihmon në largimin e kolesterolit nga trupi, përshpejton edhe organizmin. Ndërsa shtimi i tërshërës në mëngjes është një nga pjatat e dukshme më të mira të drithrave për të përmirësuar nivelet e tij. Mjetra mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për ju. Manaferat janë një ushqim i ëmbël natyral pa sheqer të shtuar dhe janë të mbushura me lëndë ushqyese që mbështesin shëndetin e zemrës. Sipas një meta-analize, ngrënia e manaferave ulndjeshëm nivelin e kolesterolit, duke i bërë ato një zgjedhje të dukshme edhe në uljen e problemeve të kolesterolit të lartë në gjak. Një dietë e ekuilibruar është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për personat që vuajnë nga kolesteroli. Kryesisht yndyrnat e ngopura janë të rëndësishme për kontrollin e kolesterolit. Niveli i lartë i LDL-s, ashtu quajtur kolesteroli i keq, është lidhur ngushtë me shëndetin e zemrës dhe enët e gjakut. Pra, kur këto nivele rriten, rreziku kardiovaskular rritet automatikisht. Rregullimi i vlerave të kolesterolit në kufit e dëshiruar është i rëndësishëm për parandalimin e ngjarjeve kardiovaskulare, ashtu si dhe hipertensioni. Kolesteroli i ngritur përshpejton arteriosklerozën duke ulur edhe probleme të ndryshme. Për të përmirësuar shëndetin tuaj dhe për të mbajtur konstant problemet e kolesterolit, duhet të përfshini në dietën tuaj një sër produkte sa më natyrale si tërshëra, produktet me drithra integrale si buka dhe makaronat me drithra integrale, orizi i kafë dhe drithrat e mëngjesit me fibra të larta mendohet se ndihmojnë në kontrollin e niveleve të kolesterolit të mirë, citon dhe Elsajt.
Tërshëra në veçanti, falë fibrave të tretshme që përmban, është një zgjidhje shumë e mirë në vend të kokrave të përpunuara. Shumë studime kanë treguar se fibrat beta-glukan në tërshër janë efektive në uljen e niveleve të kolesterolit total LDL. Në dietën tuaj duhet të shtoni edhe avokado. Ullumtimi amerikan nga Universiteti i Pensilvanisë kishte treguar se ngrënia e një avokado bazuar në dieta ditore mund të zvogëlojë sasinë e kolesterolit të keq në gjak. Kështu zvogëlohet edhe rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare. Por ullumtimet e fundit kanë treguar se ngrënia e të paktën 2 porcione për 2 javë lidhet me një rrezik më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare. Avokadot janë të pasur me acid oleik, i cili i përket grupit të acideve yndyrore të pangopura dhe konsumit të cilave është shoqëruar me funksione optimale të niveleve të mira të lipideve në gjak. Bajamet. Fibrat që përmbajnë gjithashtu bajamet kontribuojnë në rregullimin e niveleve tuaja të kolesterolit. Në dietën tuaj mund të shtoni dhe vezët. Shumë i shmangin vezët pasi e verdha e saj është e pasur me kolesterol, megjithatë vezët përmbajnë lëndë ushqyese të tjera të rëndësishme si vitamina B12, vitamina D dhe proteinat. Përveç kësaj, studimet tregojnë se kolesteroli dietik ka më pak efekte në kolesterolin në gjak dhe nivelet e kolesterolit të keq se sa yndyrat trans të ngopura. Në përgjithësi, nuk ka asnjë kufi për numrin e vezëve që mund të hani, por ekspertët këshillojnë 1 deri në 3 vezë në ditë është doza më e mirë optimale, e cila ju ndihmon gjithashtu në mbajtjen larg të shqetësimeve tuaja të kolesterolit. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj, atëherë duhet të tregoheni të kujdesshëm me atë që shtoni në pjatën tuaj. I quajtur një vrasës i eshtur për shkak të mungesës së simptomave, kolesteroli i lartë, ose është gjenetik ose shkaktohet nga zgjedhjet e stilit dietesës të tilla si ngrënia e ushqimeve të yndyrshme, mos ushtrimi i mjaftueshëm, pirja e duhanit dhe pirja e alkoolit. Kur nivelet tuaja të kolesterolit janë të larta, mund të shkaktojnë në trashje të enëve të gjakut dhe ndërprerje të furnizimit me gjak në zemër dhe në tru. Por duke qenë se nuk ka tendencën të ketë simptoma, njerëzit shpesh nuk e kuptojnë se kolesteroli i tyre është i lartë derisa të jetë tepër vonë. Shenja e parë e kolesterolit të lartë pritet të jetë një atak në zemër ose goditje në tru, shpesh të shkaktuar nga një bllokim i malli arterieve tuaja. Për të ulur kolesterolin e lartë, mjekët rekomandojnë këto këshilla. Shkurtoni yndyrnat e ngopura nga dieta juaj. Yndyrnat e ngopura gjendet te mishi, djathi, vajrat bimor dhe ushqimet e tjera me bazë shtazore. Reduktimi i marrjes së yndyrnave të ngopura mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve në zemër me 17% dhe zvogëlimi i sasive të yndyrnave që përdorni për të ulur atë deri në 30%. Hani më shumë fibra. Ngrënia e 3 gram me fibra të tretshme në dietë sipas ekspertëve sjell sasinë që mund të konsumoni nga 3 moll dhe mund të ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Ushqimet e tjera të pasur me fibër janë gjithashtu edhe fasulet, tërshëra, fruta dhe perimet, dritrat integrale dhe makaronat dhe buka integrale. Ushtrohuni rregullisht për të përmirësuar shëndetin tuaj. Vetëm 2 ose 3 orë stërvitje në javë zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës me 7.6% për femrat dhe 5.1% për meshkujt. Gjithashtu ndihmon në rritjen e niveleve të kolesterolit HDL, i cili është forma që mbron zemrën tuaj. Hani gati çdo ushqim në shtëpi dhe evitoni ato ushqimet të përpunuara. Ushqimet e përpunuara janë të pasur me yndyrë të ngopur, drithra të rafinuara, sheqerna të shtuar dhe krip. Kështu që gatuani sa më pak këto lloje të ushqimeve, ose zvendësojeni ato me ushqime sa më cilësore, të cilat do ju ndikojnë pozitivisht në menaxhimin e luhatjeve tuaja të problemeve të kolesterolit. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj, atëherë duhet të jeni më të kujdesshëm në atë që shtoni në menun tuaj ditore. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.